Kjo është tragjike për ardhmërinë. Nëse një prind është agresiv në shtëpi, nëse një prind vërtet ofendon e kërcënon në shtëpi, nëse mësuesi është agresiv në klasë, nëse mësuesi vërtet ofendon e kërcënon në klasë, më thuaj ti, prej kujt të mësoj unë dashurinë e veturimin. Më thuaj ti, prej kujt të mësoj unë mirësjelljen dhe respektim. Ato sjellje të prindit dhe të mësuesit, ato këmbën ngulje për të na nënshtruar, ato rruga qëri armi qësore i përvetësuam unë dhe ti, dhe ja ku shfaqen tani. Në qeveri, në kuvend, në për tubime, në për debetet, te mungesa e durimit, te paaftësia e vetë përmbajtjes, te pazotësia e vetë kontrolit, te mungesa e kujdestaris me dashuri, te sharje dhe kërcënimet, te mosgjedhja e fjalëve, te rraqet, te mbizotërimi i më pak të fuqishmit, te dominimi i fëmijës. Me kërcënimin e saj ose të ti, me poshtërimin e saj ose të ti, duam të zbusim, por rënojmë si prind në shtëti. Gëm të qetësojmë, por shkatërojmë si mësuesi në shkollë. Dhe ne bëhemi qfar ishin ata, të vrashtë dhe të egër që shtypin e diskriminojnë, gratë, bijat, jemt, dhe në fund dëmtojmë edhe shtetit, mos siç na mësuan ata. Sepse mësimet merren në familje, sepse mësimet merren në shkollë, nuk mund të bëhet ndryshe. Varësin kemi mësuar për mendsh në shtëpi, në nshtrimin kemi mësuar për mendsh në shtëpi. Dhe sa herë jemi gjunjëzuar në kanë lavdëruar, bia e qike, e ngueshme, pse kemi hekur dorë nga vetvetja. Varësin kemi përsëritur në klas, në nshtrimin kemi përsëritur në klas. Në sa her kemi mbyllur gojë, na kanë shpërblyer fjale qike ngueshme, pse kemi hekur dorë nga vetja. Ja, kjo është arsye pse nuk përkapim lirin, dhe vullnetarisht bëhemi vasall. Dhe
sapo të shfaqet tutori. Ne gjunjëzohem i plot nga zëlim, të heshtur para këpucëve të ti, me vështrim nga poshtë lartë, me një leck në dorë, të gatshëm për t'ja lustruar këpucët, për t'a bërë më të madh se vetja, villa të madh. Dhe presim shpërblim dhe lëvdata, presim të na rahin supere, presim duar trokitje, musi edhe në shtëpi nga patriarku. Kjo është arsyeja pse prodhojmë despot, ata na trishtojnë, si dikur prindi, ata na qetësojnë me nënshtrim, si dikur shkolla. Kurse në shtrihemi dhe presim dhurata, sepse jemi stërvitur me sglavëri, në shtëpi